113 vjetori i krijimit të Policisë së Shtetit është përkujtuar sot në Komisariatin e Lushnjës me një ceremoni zyrtare. Merrnin pjesë përveç efektivëve të policisë, edhe kryetarja e bashkisë, zonja Eriselda Sefa, deputeti Elton Koreshi, përfaqësues të komuniteteve fetare e tjerë. Ceremonia nisi me ngritjen e flamurit kombëtar nën tingujt e himnit të flamurit. Kryekomisar Gerald Toska, drejtuesi i Komisariatit të Policisë së Lushnjës, ka falenderuar efektivët për punën e përkushtuar në detyrën e tyre fisnike. Sot në festën e Policisë së Shtetit, nderojmë me përulje dëshmorët e policisë të cilët sakrifikuan jetën në krye të detyrës. Kujtimi i tyre mbetet udhërfys për punën tonë të përditshme. Falenderojmë pushtetin lokal, institucionet fetare për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mediat për rolin e tyre në informimin e publikut. Një falenderim i veçantë shkon për çdo punojës policie që me përkushtim përballon çdo ditë një detyrë të vështirë në shërbim të qytetarëve. Fjalë falenderuese dhe vlerësuese në këtë ceremoni u shprehen dhe nga kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa dhe deputeti Elton Koreshi. 113 vjetori i krijimit të Policisë së Shtetit është një nga ngjarjet që shënjon vlerësim dhe mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite në garantimin e rendit, sigurisë publike dhe mbrojtjen e qytetarëve të jetës e të pronës së tyre. Veçanërisht në vitet e demokracisë, Policia e Shtetit ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e shtetit të së drejtës, në respektimin e ligjit dhe në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve. Bashkëpunimi i vazhdueshëm me pushtetin vendor ka qenë dhe mbetet një element kyç në rritjen e sigurisë së komunitetit. Prania e vazhdueshme në territorin e forcave të policisë, komunikimi drejt për drejt me qytetarët dhe ndërtimit të marrëdhënieve të besimit ka kontribuar ndjeshëm në parandalimin e veprave kriminale. Është një nder dhe një kënaqësi e veçantë për mua si deputet i Kuvendit të Shqipërisë të jem sot i pranishëm në këtë ceremoni të rëndësishme këtu në Komisariatin e Policisë së Lushnjës për të shënuar së bashku 113 vjet nga krijimi i Policisë së Shtetit. Policia e Shtetit është një nga institucionet më të vjetra dhe më themelore të shtetit shqiptar, e ndërtuar mbi sakrificë, përkushtim dhe shërbim ndaj ligjit dhe qytetarëve. Për më shumë se një shekull, ky institucion ka qenë në vijën e parë të mbrojtjes së rendit, sigurisë publike dhe interesit kombëtar, shpeshherë në kushte të vështira dhe sfida të mëdha. Në këtë ditë përkujtimore, dua të shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë, veçanërisht për ata që shërbejnë në Lushnjë në të gjithë qarkun fier. Për përkushtimin e tyre të përditshëm, profesionalizmin dhe gatishmërinë për të qenë pranë qytetarëve 24 orë në ditë. Fal punës tuaj, familjet ndjehen më të sigurta, komuniteti më i qetë dhe shteti më i fortë. Sakrifica juaj, shpesh larg vëmendjes publike, është një kontribut i çmuar për stabilitetin dhe mirëqenien e shoqërisë tonë. Ishte nisur për të punuar tokën dhe humbet kontrollin e mjetit bujqësor. Egzon Begaj, 64 vjeç, banori Kolonjës, ka përfunduar në spitalin e Lushnjës, i dëmtuar teksa mjeti bujqësor, tip zetor, është përmbysur në një tatpjet. 64 vjeçari është transportuar menjëherë me urgjencë në spitalin e Lushnjës për shkak të plagëve të marra. Policia ka mbërritur në vend ngjarje për të dokumentuar ngjarjen dhe për të hedhur dritë mbi shkaqet që çuan në këtë aksident, që përpak sa nuk i mori jetën drejtuesi të mjetit bujqësor. Sipas të dhënave të para, shkak për humbjen e kontrollit mbi mjet ka qenë lagështia dhe balta në rrugën ku po shkonte për të punuar. Në të shkuarën, shumë raste të tilla kanë ndodhur, kryesisht në zonat kodrinore të Lushnjës, ngjarje që për fat të keq kanë marrë edhe jetën e drejtuesve të mjeteve bujqësore. Del një detyrë të cilën nuk e kanë kryer siç duhet instancat përkatëse, pra pushteti vendor. Rrugët kryesore, të cilat kalojnë nëpër kodra apo terrene të vështira, duhet të jenë jo vetëm të pastruara, por edhe të gryera, për të mos patur shumë pengesë apo dhe mbushje me çakull për të mos rrëshqitur mjetet bujqësore. Ky është realiteti dhe duhet shumë angazhim nga pushteti vendor, sepse jo vetëm shmangen raste të tilla, por edhe lehtësohet puna e fermerëve në tokat e tyre. Në një prononcim për mediat, kreu i Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile, Haki Çako,
i cili është i pranishëm në Hasturkas, informoi se do të nisë së shpejti aksioni i kërkim shpëtimit për 2 barinj, të cilët kanë mbetur në zonë të hapur ku ka prezencë uji. Për këtë qëllim, Çako pohoi se do të ngrihet një dron termik për të lokalizuar 2 barinjt. Nëse nuk do të ketë asnjë gjurmë prej tyre, do të përdoren alternativa të tjera, si helikopter dhe forcat e ushtrisë. Tashmë jemi në veprim për të identifikuar dhe saktësuar se ku janë 2 barinjt, cilët shërbejnë për ruajtjen e disa baktive të lira në zonën e Kularit, në derdhjet e lumit. Kanë pas kontakt deri pak qaste me familjarët e tyre dhe për shkak të mbarimit të baterive apo dhe problemave të tjera me telefonin nuk kanë mundësi kontakti. Gjithsesi, po presim që të instalojmë një pajisje, një dron, i cili do mund të saktësoj vendodhjen e tyre dhe komunikimet e tjera. Janë kryer më herët këto veprime në aksione të tilla shpëtimi? Por kur ka dalë e nevojshme dhe janë kryer, por tashmë jemi pak më të avancuar sepse disponojmë edhe drone termik, por apo drone për distanca më të konsiderueshme se dronet e mbarshme. Nëse nuk do të ketë asnjë gjurmë tyre? Do të vendosim në funksion të gjitha kapacitetet nëse do të jetë nevojshme dhe helikopter apo dhe mjete të tjera për të siguruar jetën në 2 barinj. Prej sa kohësh nuk ka informacion për 2 personat, për 2 barinj? Ke një informacion? Prej disa orësh, mund të jetë dhe 2 orë. Sot në ambientin e drejtorisë vendore të policisë Fier është zhvilluar ceremonia me rastin e 113 vjetorit të krijimit të policisë së shtetit. Me këtë rast, drejtori i policisë së qarkut Fier, Skënder Hitaj, ka vlerësuar punën dhe përkushtimin e uniformave blu në ruajtjen e vendit dhe sigurisë publike në qarkun Fier. Ai theksoi se shërbimi policor do të forcohet edhe më tej përmes angazhimit maksimal të të gjitha strukturave në funksion të garantimit të qetësisë dhe sigurisë për qytetarët. 13 janari është një ditë me peshë të veçantë historike dhe institucionale për shtetin shqiptar. Kjo datë shënon themelimin e policisë shtetit dhe simbolizon përkushtimin shumë vjeçar për rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit. Sot, në 113 vjetorin e policisë shtetit, përulemi me respekt përpara historisë së saj, përpara sakrificave të brezave dhe punojësve të policisë dhe përpara misionit fisnik që kjo strukturë ka mbartur dhe vijon të mbartë në shërbim qytetarëve dhe shtetit. Festa e policisë nuk është thjesht një datë në kalendar, por është një moment reflektimi mbi misionin ton, sakrificën e përditshme të atyre që i shërbejnë ligjit si dhe mbi detyrimet që kemi ndaj shoqërisë. 113 vjetori i policisë e gjendet drejtorinë vendore të policisë Fier të angazhuar në maksimum me një qasje gjithnjëne më profesionale, proaktive dhe të orientuar drejt qytetarit. Sigurisht që festa e policisë nuk është vetëm e juaja, siç e tha edhe drejtori në fjalën e tij përshëndetëse. Policia është e të gjithëve. Në radh parë është e njerëzve, është e komunitetit, është e të gjithë institucioneve dhe të paktën nëse e shikojmë kështu dhe nëse forcojmë bashkëpunimin mes policisë, mes komunitetit, mes institucioneve, besoj që edhe suksesi i punës është i garantuar. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë solene, duke nënvizuar rolin dhe kontributin e policisë së shtetit ndër vite në shërbim të ligjit dhe qytetarëve. Çarja e argjinaturës së lumit Seman në disa segmente ka shkaktuar përmbytje të rënda në fshatin Hasturkas, në njësinë administrative Libofsh, duke vënë në ujë qindra hektar tokë bujqësore dhe rreth 20 banesa. Situata është përkeqësuar gjatë natës, kur niveli i ujit ka vijuar të rritet, duke detyruar banorët të qëndrojnë në gatishmëri të plotë mes frikës dhe pasigurisë. Përgjatë gjithë natës janë evakuar 9 persona, të cilët janë strehuar tek të afërmit e tyre, ndërsa disa familje shprehen të shqetësuara për fatin e njerëzve të tyre, me të cilët kanë humbur kontaktet për shkak të izolimit të zonës nga uji. Banorët tregojnë se përmbytja ka ardhur papritur, duke mos u lënë kohë të shpëtojnë orëndit shtëpiake apo baktit. Jam 53 vjeç dhe s'mbaj mend. E kupton të tillë përmbytje në këtë zonë, se nuk po mirëmbahen fare agjinaturat, as një lloj për këtë zonë, as një fare.
Çfarë baktish keni saktë? Po kam një 7 koklopa. Kam viça. Viçat e ka futur te një shtëpi e vjetër, vesh pak më lart ajo aty. Inshallah me shpresë Zotit, nuk e dim çfarë do të bëj. Jeni njoftuar për marrjen e masave paraprake që të evakuoni baktit? Jemi njoftuar për njëherë nuk më ka hyrë akoma ujë në stall. Ka përmbytur tokën prapë dhe jam gatishmëri. Ju keni stallën me baktik? Po, stallën me baktik, kam 200 kokdele dhe 100 sherra. Nuk arritët të merrit masa paraprake? Nuk i nxorën dot se nuk dinin ato mana, erdhi ujë me forca ti dhe nuk mund t'i nxjerrim dot më. Çfarë kërkoni tani? Kërkoni që ata të evakuohen me njerë? Ti ke kam çonin aty sa burrin, ti lan delet. Keni kontaktuar me bashortin dhe djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është edhe. Dua të ti shikoj. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngrenë papire, se dim ku janë. Ne duhem njëri ti nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka rritur Jo, kontaktuar? s'kam bateri tani, ç'është do lidhej. Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spajkjanë do të dinë njerëzit. Çfarë kërkoni sot tash? Ne doam një farë rrugë zgjidhje dhe ti marrim. Atë duam. Do s'do mos gjë tjetër. Tani nuk po shikojmë ne për baktit. Ne duam të shpëtojmë njerëzit aty. Kjo është arsyeja. Njerëzit tuaj ku ndodhen? Njerëzit janë det. Sa persona ndodhen? 2 persona. Ata janë në stalla, në banesa ku? Jo, janë Buzdetit. Atje ku kemi nxjerr lokët. Dhe prisni që ata të dalin. Në zonë kanë mbërritur forcat të ushtrisë, të cilat po operojnë me varka, veçanërisht pranë zonës detare dhe stallave të baktive, për të evakuar jo vetëm çobanët, por edhe krerët e baktive të mbetura të rrezikuara nga uji. Operacioni i evakuimit po zhvillohet në kushte të vështira, ndërsa prurjet e lumit vijojnë të mbeten të larta. Dy dronë të dyshimt pretendohen se janë parë duke hyrë nga territori i Serbisë brenda territorit të Kosovës. Sipas mediave në Kosovë, në disa prej komunikimeve të Qendrës Operative Komunikuese Koordinuese Operative Kufitare, pika kufitare Muçivërc, rreth orës 20:40 të së-hënës, kanë pranuar një informacion nga disa banorë të fshatit Novosel të Kamenicës. Sipas tyre, rreth orës 19:30 deri në 19:45 kanë vërejtur 2 drona duke lëvizur nga Serbia në Kosovë mbi fshatin Novosel, rreth vijës kufitare dhe për më shumë se 20 minuta kanë qëndruar statik në afërsi të stacionit policor të Serbisë në fshatin Breznic. Mediat e Kosovës bëjnë me dije se një tjetër komunikim të mëvonshëm të Qendrës Operative Komunikuese Koordinuese Operative Kufitare në lidhje me denoncimin e dronëve është kontaktuar edhe KFOR-i dhe për këta të fundit është konfirmuar se dronët ju përkasin serbëve. Irani është zotuar të jap Donald Trumpit një mësim të paharrueshëm nëse SBA do të sulmojë vendin. Presidenti Amerikan ka kërcënuar vazhdimisht të ndërhyj ushtarikisht në përgjigje të shtypjes brutale të regjimit ndaj protestave që kanë përfshirë vendin dhe aktualisht po shqyrton përgjigjen e tij, me shtëpinë e bardhë që përsëriti të hënën se mundësia e një sulmi ushtarak është në tryez. Abbas Araghchi, ministri i jashtëm iranian, paralajmëroi ndërkohë se Teherani nuk po kërkon luftë, por është plotësisht i përgatitur për luftë. Ndërkohë në sheshin e revolucionit të Teheranit, kryetari i parlamentit të Iranit tha se Irani po luftonte një luftë në 4 fronte, duke renditur luftën ekonomike, luftën psikologjike, luftën ushtarake me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin dhe tani një luftë kundër terroristëve, duke i referuar protestuesve. I rrethuar nga sloganet vdekje Izraelit, vdekje Amerikës, Mohammad Bagher Ghalibaf u zotua se ushtria iraniane do t'i jepte Trumpit një mësim të paharrueshëm nëse do ta godiste përsëri Iranin. Shtëpia e bardhë më vonë të hënën tha se Trump nuk do të kishte frikë të përdorte forcën ushtarake, por po kërkonte diplomacinë si opsionin e parë. Caroline Leavitt, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, u tha gjithashtu gazetarëve se Teherani po i dërgonte SBA-s mesazhe krejt të ndryshme, privatisht nga ato që thuhen publikisht. 10 mijëra njerëz kanë dalë në rrugë në të gjithë Iranin duke kërkuar fundin e regjimit. Protestat janë në një shkallë të paparë në vitet e fundit dhe kanë shënuar një nga sfidat më të mëdha me të cilat regjimi autoritar është përballur që kur erdhi në pushtet në vitin 1979.